Shikues të nderuar, Talpo Televizioni ju përshëndes, ju ftoj të ndiqni edicionin informativ të lajmeve. Me pretekstin e gripit të shpendëve në Shqipëri dhe reduktimin e pulave, është rritur çmimi i vezëve në vendin tonë. Tashmë ky produkt kushton më shtrenjtë, duke arritur deri në 50 lekë për kokër. Me pretekstin e gripit të shpendëve, në Shqipëri është rritur çmimi i vezëve. Tashmë ky produkt kushton më shtrenjtë, duke arritur në 50 lekë për kokër. Për ekspertë të bujqësisë, kjo është një rritje agresive e çmimeve nga tregtarët, ndërsa nuk ka një kontroll nga instancat për ruajtjen dhe mbajtjen në kontroll të çmimeve. Kjo situatë shkon në një kohë kur të gjithë produktet e shportës janë arritur me 20 apo 30 lekë për produkt, duke u bërë të pakapshme nga konsumatori, i cili gjithnjë më shumë kufizohet në blerje. Nëse situata përkeqësohet, atëherë duhet të ketë patjetër një ndërhyrje nga Ministria e Bujqësisë për të zbutur koston e prodhimit apo për të marrë masa për zvendësimin e këtyre shpendëve që supozohen se ka patur mungesë në treg. Por sot nuk jemi në këtë fazë, pasi dëmi është i vogël dhe nuk mund të justifikohet me një rritje të tillë të çmimeve të vezëve. Kjo nuk është një situatë e re për biznesin e pularive dhe as për konsumatorin. Në vitin 2022, si pasojë e ashtu quajtur gripit të shpendëve, u azisuan gjysmë milioni pula. Në atë kohë, një kokër vezë në market ka vlerën e 30 lekëve, ndërsa veza e fshatit 50 lekë. Tashmë jemi po në të njëjtën situatë. Jemi në këtë moment me zhvillimet kryesore nga vendi. Nëse nuk doni të shpenzoni shumë për pushimet tuaja, ne ju rekomandojmë 6 destinacionet më të përshtatshme për pushime në vitin 2025, shkruan Aleksandra Multeni në një artikull të botuar Viaggiare Travel. Nëse jeni duke kërkuar për pushime që ju lejojnë të zbuloni destinacione të mrekullueshme, mund të shkoni në Shqipëri. Shqipëria po fiton me shpejtësi popularitet mes turistëve që kërkojnë destinacione buxhetore për pushime verore. Vendi ofron peizazhe mohnitse natyrore, plazhe të pacënuara, kuzhinë të shijshme dhe një traditë të pasur kulturore. Saranda, e vendosur në Bregdetin e Jonit, është një nga destinacionet më të bukura dhe më të aksesueshme në Shqipëri, me ujërat e saj të kristalt dhe plazhet me rër dhe restorante me çmime të përballueshme. Një tjetër destinacion i padiskutueshëm është Vlora, një qytet port i pasur me histori dhe me një Bregdet magjepsës, perfekt për një pushim që ndërthur detin, kulturën dhe kuzhinën tipike me çmime konkurruese. Gjithashtu, mund të shkoni edhe në Gjirokastër për një vend historik dhe me kulturë të veçantë. Shkruhen dhe të tjera në këtë artikull. Në një anë ndodhen biznese që kërkojnë me grup punonjës për një mungesë të ndjeshme të fuqisë punëtore dhe në anën tjetër mira individë që drejtohen pagesë pa punësie nga shteti. Sipas vetëm zyrtarit të Ministrisë së Financave, gjatë vitit 2024 është shpenzuar 832 milion lekë për pagesat e papunësisë, ndërkohë që plani fillestar parashikonte 764 milion lekë. Kjo do të thotë 68 milion lekë më shumë se sa ishte programuar në buxhetin e shtetit, duke reflektuar një rritje të papritur të numrit të përfituesve ose një zgjatje të periudhës së përfitimit për një individ të caktuar. Ndërkohë, sipas të dhënave nga Instituti i Statistikave, vetëm në trimestrin e tretë të vitit 2024, numri i personave që përfituan pagesa pa punësie arriti në 3576, niveli më i lartë për periudhën së pas pandemisë 2020-2021. Përveç kësaj, një rritje ndjeshme në shpenzimet për ndihmën ekonomike, një tjetër shtyllje e sistemit të mbrojtjes sociale. Gjatë vitit të kaluar, nga buxheti i shtetit janë disbursuar 2.68 miliard lekë për këtë kategori, ndërkohë që parashikimi fillestar ishte 2.5 miliard lekë. Shqipëria mori parafinancimin e parashikuar në kuadër të mekanizmit për reforma dhe rritje të BE-s. Ajo është pjesë e planit të rritjes për Ballkanin Perëndimor që synon të përshpejtojë konvergjencën socio-ekonomike të rajonit me BE-n dhe të hap rrugën drejt antarësimit në BE. Në një njoftim për media, zyra e Bashkimit Evropian në Tiranë bë të ditur se parafinancimi me vlerë 64.5 milion euro do të mbështesë zbatimin e agjendës së reformave në kuadër të mekanizmit për reforma dhe rritje si dhe angazhimet që ka marrë Shqipëria me të. Me këtë parafinancim, Shqipëria mori 30 milion euro kredi koncesionare për buxhetin e shtetit si mbështetje për zbatimin e reformave në kuadër të agjendës së reformave të vendit. Bashkimi Evropian qëndron në krah të Shqipërisë në rrugën e saj drejt antarësimit në BE, thuhet në të tjera nga ambasadori i BE Silvio Gozzato. Deri në vitin 2027, Shqipëria ka mundësi të marrë deri në 922 milion euro gjithsej nga mekanizmi i reformës së rritjes për Ballkanin Perëndimor në këmbim të reformave të shtetit së drejtës, energjinë e rinovueshme, ekonominë digjitale, kapitalin njerëzor dhe zhvillimin e sektorit privat.
Dalemi tashmë në një blok informativ nga bota. Në historinë e bisedës së Pentagonit mbi planet e luftës në Yemen, presidenti Donald Trump ka mbështetur plotësisht mesazhet në të cilat zëvendës presidenti i tij, JD Vance, pyen europianët. Unë jam dakord me të, ata janë parazit dhe ata kanë qenë prej vitesh, thot Trump. Në bisedat e publikuara në media, zëvendës presidenti JD Vance, sekretari i mbrojtjes Pete Hegseth dhe anëtarët e tjerë të rangut lartë të administratës Trump folën me përbuzje për Europën dhe mbështetjes europiane, veçanërisht në lidhje me mbrojtjen dhe luftën në Yemen. Vance kritikoi vendimin për të sulmuar Houthit, duke theksuar se kjo do të ndihmonte më shumë ekonomitë europiane se sa ato amerikane. Në fund, grupi u depërsua të vazhdonte sulmet për t'ia faturonte ato Evropës. Ky shkëmbim me zyrtarëve ka rritur shqetësime në kontinent për qëndrimet e administratës Trump dhe Evropës dhe ka nxjerrë debat mbi rolin e SBA-s në politikën globale. Të paktën 18 persona kanë humbur jetën dhe 19 janë plagosur pasi zjarret e Koreas së Jugut vazhdojnë të shkatërrojnë juglindjen e vendit. Të dhënat e publikuara në mediat kombëtare referohen Ministrisë së Brendshme dhe Sigurisë së vendit. Më shumë se 23 njerëz janë evakuuar dhe disa objekte kulturore trashëgimisë janë shkrumbuar, duke e përfshirë një templull të lash budist 1300 vjeçar. Rreth 17.000 hektar pyje janë shkatruar duke i bërë zjarret të tretat më të mëdhenj në historinë e Koreas së Jugut për sa i përket sipërfaqes. Sipas presidentit detyrë Dan Dux, zjarret përshkruajnë librat e rekordeve për zjarret më të këqija në historinë e kombit. Mira zjarfikës dhe rreth 5.000 personel ushtarak janë vendosur për të kontrolluar flakët e shumta si dhe helikoptere nga ushtria amerikane vendosur në Kore. Nga një distancë Marsi duke i bukur, për dërgimi i astronautëve për të eksploruar planetin mund të jetë më sfiduese se sa mendohej më parë për shkak të pranisë së pluhurit toksik. Një studim i ri identifikon disa nga rreziqet shëndetësore dhe diskuton llojin e pajisjeve mbrojtëse personale që mund të kenë nevojë astronautët. Një mision në Mars nuk ka luksin e kthimit të shpejtë në tokë për trajtim, shkruajnë studiuesit në revistën GeoHealth. Dhe vonesa 40 minutë e komunikimit do të kufizojë dobinë e mbështetjes mjekësore në distancë nga toka. Në vend të kësaj, studiuesit theksojnë se kufizimi i ekspozimit ndaj pluhurit është thelbësor, duke kërkuar filtre ajri, kostume opsinore vetpastruese dhe pajisje të mbrapsjes elektrostatike. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ lajmesh. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë mirupafshim.